Zona e Malësisë në Maltëzi është ndër rajonet me shumicë shqiptare që ka njohur ritme të larta emigrimi. Kjo prirje sipas demografëve pasqyrohet në faktin se 2 herë më shumë se popullata aktuale e zonës jeton në mërgim, kryesisht në Shtetet e Bashkuara. Sipas analistëve ka një numër faktorësh për këtë emigrim, por dominojnë shkaqet ekonomike, papunësia dhe ato politike. Korrespondenti Ali Salaj përgatiti kronikën. Rajoni i Malësisë në Maltëzi është ndër vendet e para që e përfshin vala e emigrimit. Shkaqet e kësaj shpërngulje janë të shumta, por shkaktarët kryesorë cilësohen gjendja ekonomike, papunësia dhe diskriminimi politik. Si pasojë e kësaj situate, besohet se 2/3 e banorëve të kësaj treve sot jetojnë në emigrim, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot mund të themi se faktikisht 2 malësi kemi jashtë malësijet, ndërsa një pjesë apo të themi kështu një 12.000 banor ka malësia sot me kryeqendrën e saj Tuzin. Analistët vlerësojnë se shpërngulja vazhdueshme nga këto treva ka shkaktuar pasojë të theksuara në qenien kombëtare të këtij komuniteti në Malësi. Procesi i migrimit është një smundje e pashërueshme, duket edhe trojve tjera shqiptare e posaçërisht e neve e Malësisë, pasi se jemi një hapësirë e vogël gjeografike, edhe me një numër të kufizuar të banorëve. Kjo plagë neve na godit mas tepërmit. Procesi i migrimit të popullsisë ka filluar se nga vitet 60-ta, ka vazhduar viteve 70-ta, e fatkeqësisht vazhdon edhe sot. Malësia ka pasur një dukuri masive të emigrimit, gjë që shkaktoi shprazjen e fshatrave malore të kësaj zone. Fshatrat përreth janë të zbrazta, shumica e tyre. Fshatrat që kanë pas para 30-40 vjeç me ka 100-150 nxënës, sa sot nuk e kanë as edhe një frymë ropi. Kështu që domethënë krejt ka flitet për malësinë e Hotit, Grudës, Trieshit e Kojës, gjendet në disa kilometra katror të Tuzit. Migrimet e bëjnë të veten, ashtu që ka ardhur edhe tek braktisja e fshatit në zonat malore. Madje kemi edhe fshatra të vdekura, siç është Priftni, siç janë Bekaj, siç është Gurreci, siç është Pashkalla, e fatkeqësisht edhe fshatra tjera do ta kenë fatin e tyre. Dukuria e migrimit është shumë e theksuar tek shqiptarët në Maltëzi e posaçërisht tek shqiptarët e Malësisë. Studimet dhe të dhënat demografike tregojnë se komuniteti shqiptar në Maltëzi po përjeton një shpërngulje të madhe, e cila po ndikon në rrudhjen e hapësirës së tyre etnike. Për Zërin e Amerikës nga Malësia, Ali Salaj.